Agon Gjemaili, i njohur me pseudonimin Agon Snowblack, është një artist, kompozitor dhe prodhues muzikor. I edukuar si muzikant klasik, Agoni filloi të mësonte violinën në moshë të re. Ai studioi në shkollën e lartë të muzikës Ilija Nikolovski Lui, ku mësoi teori muzikore dhe më pas vazhdoi në fakultetin e muzikës, ku diplomoi si pianist në klasën e profesoreshës së njohur Ana Gacheva. Duke pasur rënë nga një familje muzikantësh, Agoni ka fituar çmime të shumta si drejtor kori, përfshirë medaljen e argjend në lojën olimpike të korit në Graz, Austri. Dashuria e tij për muzikën moderne dhe hip-hopin filloi në moshë të re, duke u inspiruar nga skena e hip-hopit të viteve 80 dhe 90-tave. Ai filloi të prodhonte beats në studion e tij shtëpiake, duke u fokusuar gradualisht në kompozim dhe prodhim muzikor. Come and Get Me me Elena Ristevskën pati sukses ndërkombëtar dhe u përfshi në kompilacionin Hip Hop World. Më vitin 2009, firmosi me Slip and Slide Record, shtëpi e artistëve si Rick Ross dhe Trina, ku lansoi këngën Concentrate, e cila përdori një sample nga Lacrimos e Mozartit. Në vitin 2015 u bë artist themelues në Art Collective Wynwood, Miami, një nga qendrat më prestigjioze të artit në botë. Ka marrë pjesë në festivale si Top Fest dhe Kënga Magjike, si dhe ka performuar në The Bronx Day Parade dhe VH1 Hip Hop Honors. Disa nga këngët e tjera të njohura, që sillet rreth, Titani, Prej nesër deri mbas nesër, Smooth Tas. Aktualisht, The Hippie to the Hip Hop po luhet në radio kolegjesh dhe në stacionet më të mëdha të vendit, ndërsa Agoni po punon në albumin e tij të Arshon Black. Agon Gjemaili është një nga figurat më versatile të muzikës shqiptare, duke kombinuar muzikën klasike me energji moderne të hip-hopit. Për Agonin studio, ku krijon është vetëm një udhëzes, por thënie më e mirë është e gjithë bota e tij. Kur futet aty, haron gjithçka që e rrethon. Thjesht nuk e ka iden për orën. Asgjë nuk e lidh me kohën dhe hapësirën. Ai është vendi ku shprehet dhe e gjen veten. Shija e tij ka ndikim gjenetik, i rritur nga prindër muzikantë dhe të suksesshëm. Muzika klasike, si dhe zhanre tjera si jazz dhe rock and roll, kanë pasur ndikim të madh jashtëmase në zhvillimin e shijes përfundimtare, ku gjen veten dhe po e njëjtë shije është në zhvillim e sipër dhe ndryshon dita ditës. Çdo herë ka qenë inspiruar nga arti vizual dhe teatri, gjë që shihet qartë në kompozimet e tij. Ka shkruar hip-hop vepra që janë me 4 kohë dhe në formë të sonatës, të cilët më shumë ngjajnë me një akt dramatik dhe teatral sesa me një këngë që kënaq shqisat e shijes së masës. Një njeri lind artist dhe besoj që të vdes si tillë. Periudha në mes është vetëm ndjenja e suksesit dhe dështimi, janë një iluzion sikur vetë jeta. Përshëndetje Agon, mirë se erdhe në rubrikën tonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Mirë se na erdhe. Nuk do të humbim kohë, do fillojmë njëherë me pyetjen. Me njëherë. Agoni është i shpejt, i gatshëm është. Çdo herë. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Rutina ime më e preferuar është të zgjohem dhe të dal prej shtëpie sa më shpejt. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Si jam vetjak? Shkjo. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Në jetë më së shumti më bën të lumtur të bëj muzikë. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Do të bëja muzikë. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Me çmuar. Mos kesh ndonjë pritje nga njerëzit. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Duke hëngër thojt. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Në mes, kisha thonë. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Humbje e shokëve. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Shumë. A ke frikë nga diçka? Nga vetvetja. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Kemi lumtur. Sa ka rëndësi privatësia yte në jetën tënde? Privatësia për mua është gjithçka.
Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Fëmijët. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Se di. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Çfarë më nevrikos? Më së shumti kisha thënë fëmijët. Me kë komunikon më së shumti? Më së shumti normal me familjen, me fëmijët, po shpesh rinim telefon edhe gjatë bisedat të gjata me ca shok që i kam kështu që nuk shifemi, po jemi kështu në kontakt çdo herë. Cilën fjalë e përdorni më së shpeshti? Do me thonë, shpresoj se jo. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Varet ka periudat, po mundohem sa më pak, po ka raste që ri më shumë, edhe mundohem t'ik, të tregoj drejt, po. Çfarë të mëson jeta me suksese? Jeta të mëson se jeta duhet ta kalojsh thjesht dhe me njerëz besnik. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Si zakonisht janë udhëtimet, ku lidhemi më së shumti me fëmijët edhe me bashkë. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre ky që je tani? Lindja e djalit, fëmijës së parë. Kush të frymëzon më shumë? Fëmijët. Çfarë do të bëje nëse nuk do të ishe personi që je tani? Do të kisha vrarë veten. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Artist, minimalist edhe brutalist. Cili është romani juaj më i preferuar? Kam disa, po për arsye se shkruaj, të themi se leximin e kam ma të vështirë, se edhe përqendrimin nuk e kam shumë. Qesh apo nevrikosësh më shumë? Të dyjet, në skajshmërie. Kujt do t'i kishe thënë më fal dhe pse? Shumë njerëzve për arsye të karmës. Kujt i keni thënë për herë të fundit të dua? Vetes. Keni dhënë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Shumë herë. Shpesh. A do të ishe i gatshëm të jetoje larg nga media për një periudhë? Po, patjetër. Teatr, film, opera apo balet? Gjithsesi film. Sa je i mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? 11. Cili është ushqimi yt i preferuar? Deri vonë kanë qenë pastat, tash më shumë nga pemët dhe perimet. Me sa alarme zgjoheni? Pa alarm. Situata yte më e sikletshme? Përgjithësia. Hera e fundit që keni bërë përmirësi? Shpesh. Në rrugë më së shumti. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Rroga mjafton ditët e para për të bërë plan si t'i harxhoj. Ku e shihni veten pas 10 viteve? Se di. Për çfarë do të protestonit? Për lirinë e fjalës. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Suksesi për mua do të thotë produkti. Të faleminderit Agon. Ne këtu po e Gjithashtu. përmbyllim edhe pyetësorin. Të faleminderit që ishe prezent në emisionin ton Portret 40 pyetje dhe për 40 vet. Të urojmë shumë suksese, fat dhe shëndet në jetë.